Komuna Ferizajt organizoi debat publik lidhur me vlerësimin strategjik mjedisor për planin zhvillimor komunal 2017-2024. Hartuesit e kësaj strategjie, zyrtarët e kompanisë INSI, para një numri jo shumë të madh të qytetarëve pjesëmarrës, sqaruan në pika të trasha se çfarë parashek ky dokument i rëndësishëm për komunën e Ferizajt. U tha se në bazë të gjendjes aktuale, Ferizaj lë shumë për të dëshiruar në aspektin mjedisor, ndërsa propozimet e parapara në këtë dokument hartuesit e tij shpresojnë që do të zbatohen në realitet nga pushtetarët lokal. Këta janë dokumente shumë të mira, konform ligjeve vendore dhe ndërkombëtare, dhe është sfidë e menaxhmentit komunal, që thash janë dokumente kushtetuare, të cilët ata do t'ju përmbahen dhe t'i zbatojnë në përpikëmbëri dhe të kenë parasysh vërejtët që kemi dhënë në vlerësim strategjik mjedisor, se ku do të kenë kujdes dhe çfarë masa do të ndërmarrin paraprakisht për mos marrë të një gjendje të themi alarmante mjedisore në një pikë të veçantë. Në bazë të këtij vlerësimi del se Ferizaj është në një gjendje jo të mirë sa i përket mbrojtjes së lumenjeve, mbrojtjes së ajrit nga gazi makinave, si dhe mbrojtjes së pyjeve. Drejtori i urbanizmit Vaj Grajinca tha se do të mundohen që ky dokument, i cili do të funksionojë në harmoni me planin zhvillimor komunal, dal ngadalë të gjejë zbatim edhe në praktik në bazë të prioriteteve dhe buxhetit që do ta ketë komuna. Por Grajinca tha se sfida e qeverisë lokale sërish mbetet mungesa e ekspertëve mjedisor. Për fat keq, në Kosovë, në Ferizaj, po në Kosovë përgjithësi, ka mungesë të ekspertëve të mjedisë. Për këtë arsye, këtë dokument ne tash e dërgojmë në ministri dhe ministria i jep të gjitha vërejtjet në mënyrë të detajzuar. E keni bë këto, se keni bë këto, do ta plotësoni me këtë, do ta plotësoni me atë. Dhe deri në momentin kur ministria thot, i keni paraport gjitha standardet, ne nuk mund të aprovojmë dhe nuk konsiderohet si pjesë përbërëse e planit zhvillimor. Për këtë arsye është ministria. Krejt këto që ka bëjmë na janë propozime. Pa vendos ministria, pa edhe në fjallën e fundit, se dokumenti është në bazë të standardeve të kërkuara, ne nuk mund ta hedhim në kuvend për aprovim. A ka aprovu ministria planin zhvillimor? Ende se ka aprovu. Krejt këto janë diskutime. Duke pritur. Krejt janë diskutime. Natyrisht është procesi i gjatë. Ju e dini kemi filluar në janarin e 2015-s. Tash jena në muajin e 6, bie diku në 16 muaj nëse s'gaboj. Ndërka qytetarët e pranishëm në këtë debat sikur nuk patën asnjë interesim për mjedisin e këtij qyteti. I zëshëm këtu ishte këshilltari komunal Enver Haliti, i cili u ankua se gjithë këto dokumente po hartohen për interesa personale të pushtetarëve, duke mos i pyetur asnjëherë banorët e zonave ku jetojnë. Gjitha këto kanë qenë të manipuluar me këto debate publike, këto diskutime publike, nuk janë marrë vërejtjet edhe nga Asambleja Komunale, edhe nga banorët. Është manipulu opinioni Ferizajas, kënë se një grupë qytetarëve janë kundër ndërtimeve të larta. Nuk jemi kundër ndërtimeve të larta, as kemi qenë kur as nuk do të jemi. Jemi kundër mafisë ndërtimet në komunën e Ferizajt. Jemi kundër favorizimit të disa individëve që mos t'i përfillin planet urbane të qytetit dhe planin zhvillimor komunal dhe atyre t'ju jepën leje dhe të bojnë çka dojnë me qytetin e Ferizajt dhe disa të tjerë t'ju mohohet kjo e drejtë. Vetëm jemi për një shtet ligjor, jemi për një respektim këtyre planeve për secilin njëjtë. Nuk jemi për me favorizu askan. Faleminderit. Kurse drejtori Vaj Grajinca tha se prej pas luftës asnjëherë s'ka pasur interesim dhe qasje më të madhe për qytetarët, derisa pushteti ka hartuar këto dokumente. Ajo e cila e vërteton se kemi përdorur të gjitha standardet. A jemi thirrë në ligjin e vjetër. A kemi zbatu ligjin e planifikimit hapësinor, a kemi zbatu udhëzimet administrative, për cilat ne kemi qenë në kontakt përhershëm me ministrinë, dhe të gjitha standardet e tjera. Do të jetë ministria që do ta bëjë një vlerësim, por fjalën e fundit do ta japin këshilltarët e kuvendit komunal, ku përfolsi është edhe pjesë e tij dhe do të ketë mundësi ta thotë fjalën e vet, edhe natyrisht demokracia mundson edhe më thirr në gjëra të pavërteta, edhe gjëra që për shkak të aversioneve personale kanë ardhur dina me dalë jashtë vetes.
Në këtë debat publik morën pjesë edhe zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, të cilët veç vëzhguan dhe dëgjuan hartuesit e strategjisë, zyrtarët e komunës dhe qytetarët e pranishëm.